Tarifat e Trumpit mund të ndëmtojnë ekonominë botërore, paraemëron OECD. Rritja globale ekonomike pritet të jetë më ngadalë këtë vit, kryesisht për shkak të tarifave të Shtetit Bashkuar në udhëheqjen e Donald Trump, sipas një grupi kryesor ndërkombëtar të politikave. BBC shkruan se rritja në mbar botën tani pritet ngadalësohet në nivel modest prej 2.9% nga një parashikim i mëparshëm për 3.1%, tha Organizata për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik OECD. Ajo fajsoi një rritje të konsiderueshme të barrierave tregtare për këtë ulje dhe paremëroi se perspektivat e dobësuara ekonomike do ndihen në të gjithë botën pa përjashtim, që nga koha kur presidenti amerikan u kthye në shtëpinë e bardhë, një listë gjatë vendesh është goditur nga tarifat, por qasja e paparashikueshme e Trumpit në zbatimin e këtyre masave ka rritur pasiguri të gjerë. Ne po parashikojmë në thelb një ulje për pothuajse gjithë, tha për BBC-n Alvaro Pereira, ekonomist kryesor i OECD-s. Do të kemi shumë më pak rritje dhe krijim të vendeve të punës se sa kishim parashikuar më parë. Grupi gjithashtu uli parashikimin për ekonominë e Shtetit Bashkuara këtë vit nga 2.2% në 1.6% dhe parashikoi se rritja do ngadalësohet përsëri në vitin 2026, por Trumpi është i papritur dhe si dihet.